Së të shola luft mbranda grupeve apo luft politike. E kemi po vazhdimisht tendencën e partisë në pushtet që sare veprante edhe ndërmirë veprime për plotësuar, ndryshuar ligjin për këshill, thënte që është një rezistencë e madhe edhe për çata dhe s'ka pas një bashkëpunim dur edhe me Këshillin Prokurorial në procesin e hartimit të ligjit, dhe a është kjo luftë që me ndryshu struktura e antarëve në Këshill për brenda grupeve të Këshillit, apo është një luftë politike që partitë e vjetra që kanë pas dominim në Këshill përmes antarëve të tyre sipas partisë aktuale në pushtet, të mposhtet nga partia në pushtet, që tash kjo parti ta ketë shumicën në Këshillin Prokurorial të Kosovës? Janë të dyja të vërteta, por në kohë të ndryshme. Fillimisht do thotë Qeveria, Ministria e Drejtësisë e ka vënuar për vite e vite reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës përmes ndërmarrjes së eksperimenteve të ndryshme. Pavarësisht faktit që është vlerësuar si nevojë urgjente reforma në Këshillin Prokurorial. Është vlerësuar që nga koha paraardhjes së kësaj qeverie ka qenë pjesë e politikave që janë draftu në kuadër të procesit të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, ku është thënë se është domosdoshme ulja e numrit të antarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe që drafti aktual i ligjit, i cili tash ka hyrë në fuqi, si IKD e kishin propozuar rreth 4 vite më parë, mirë po që i njëjti ishte injoruar nga Ministria e Drejtësisë. Arsyeja pse kishin propozuar atë draft ishte se ato ishin limitet kushtetuese, ato ishin mundësit për ta bërë reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës, dhe e bënte të mundur që një reformë të zhvillohej sa më parë që është e mundur. Mirë po që fatkeqësisht do thotë nuk ishte vullnet dhe kishte tendenca që krijonin përshtypjen se ka tendenca për kapjen e institucionit të prokurorit të shtetit, për shkak se nga ideja që nga 13 antar të zbritet në shtat, në momentin kur përkundër kritikave të mëdha që fillimisht patën draftet e Komisionit të Venecias, më pastaj ky ligj nuk e kaloi testin e kushtetutshmërisë në gjykatën kushtetuese, pastaj nga ideja prej 13 të kalojmë në shtat, shkuam nga 7 në 19. Ishte ideja e qartë që në 19 pjesën tjetër ta zgjedh Kuvendi i Republikës së Kosovës, duke e defaktorizuar pjesën e antarëve aktual në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Që kjo nuk është përkthyer ndryshe përveç se si tendencë e vetëvendosjes për ta kapur Këshillin Prokurorial. E hapur, për shkak se gjitha analiza thonin se duhet të ulet numri, dhe intenca fillestare e Ministrisë së Drejtësisë dhe qeverisë dhe Kuvendit që ka miratuar atë ligj ka qenë që të ulet numri në 7 antar. Kur nuk e kaloi testin e kushtetutshmërisë, atëherë kaloi në një eksperiment tjetër që tha 19 antar. Dhe ky eksperiment nuk e kaloi përsëri testin e Komisionit të Venecias dhe prapë u kthye në propozimin që IKD i kishte dhënë 4 vite më parë që të ketë një ulje graduale të numrit të antarëve në 7 antar. Pra, në këtë periudhë kohore kishte tendenca të hapura për kopje politike të Këshillit Prokurorial të Kosovës që administron me organin e akuzës. Ndërsa tani aktualisht, kur ka hyrë në fuqi ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës që përbën reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës, tashmë kemi një luftë tjetër. Për atë arsye përmenda se janë të dyja të vërteta, por në kontekste të ndryshme kohore, sepse tash e kemi një luftë brenda llojit, e kemi luftën e kostës së vjetër që dëshirojnë ta vazhdojnë. Tash është brenda sistemit, ta vazhdojnë kulturën korporatiste dhe kulturën e pandëshkueshmërisë brenda sistemit prokurorial të Kosovës në raport me ligjshmërinë. Dhe ajo çfarë duhet ndodh në rastin konkret është se në mënyrë që të ruhet edhe pavarësia politike e sistemit prokurorial të Kosovës, veçanërisht pas zhvillimeve të fundit, duhet si gjatë fushatës zgjedhore edhe partitë politike të deklarojnë se cili është qëndrimi i tyre përkitase me reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Faleminderit shumë. Zonja Kastrati, Bashkimi Evropian në reagimin që e pati ishte i ashpër, duke thënë që vendimi që u marr eminën sundimin e ligjit dhe reformën e KPK-s. Në fakt e pamë edhe në konferencë të veçantë që doli
tash nëse mujmë thonë ish ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit zoti Besim Kelmendi, e i cili deklaroi që është duke u bërë një lojë pist për shkak se në raport me të u tentua që të denigrohet personaliteti i tij për shkak të thirrjes së tij si dëshmitar në rastin e Reçakut, rrethana të paqarta paksa, sepse në rolin e dëshmitarit si mund ftohet dikush që nuk ka qenë fare në Reçak deri në vitin 2001, ashtu siç ka deklaruar zoti Kelmendi, por i cili kishte marrë pjesë në një trup gjykues ku ishte dënuar një person me 15 vite për atë krim monstruoz që ka ndodhur në Reçak. Si e keni pa krejt këta që ka ndodhur? Fillimisht nëse kthehemi tek takimi i 20 nëntorit aty ku u propozu shkarkimi zotit Kelmendi, aty do të thënë as nuk është përmend kjo si arsye tim nga ana e Këshillit Prokurorial, pra gjithë atyre që e shpërfaqen dhe mbështeten këtë ide. Besoj që krejt ideja edhe konferenca para prake zotit Kelmendi, do të thënë një ditë para mbajtjes këtij takimi, pra u pa që brenda do të thënë po ndodhej edhe po zihej një diçka që sigurisht u pa që të nesër në 20 nëntor vetëm se ishim dëshmitar të asaj, pra që ishte u tentua dhe u bë faktikisht shkarkimi i tij. Besoj që këto e reflektojnë më së miri te polarizimin e theksuar edhe të brendshëm të grupacioneve brenda KPK-s. Kur në mbledhje u propozua shkarkimi, aty asnjë moment nuk pat një arsyetim, pra konkret, profesional, të bazuar në ligjshmëri nga ana e Këshillit Prokurorial. Pra ishte një vendim jashtëzakonisht jo profesional edhe një propozim që domethënë kërkon nuk mundesh me gjetë arsyeshmërinë edhe sot kur flasim. Besoj që zoti Kelmendi edhe në konferencën për shtyp kur e tha, pra edhe në mënyrë shumë të qartë edhe e theksoi që ekziston një arsye shumë e madhe edhe një arsye shumë e një grupi të caktuar të cilët dëshirojnë të largojnë nga pozita e tij për ta krijuar një grup edhe një korum brenda sistemit që nuk e kishin. Pra shihet kjo reflektoi shumë mirë në gjithë ato që ndodhi këto dy takimet e fundit, edhe mbi të gjitha e pasqyron shumë qartë azi polarizimin e theksuar dhe mungesën e unitetit në KPK. E nëse të kthehemi te reagimi që i bëri Bashkimi Evropian, duke qenë që ka qenë non-stop edhe është çdo mbledhje prezent, domethënë në monitorimin e KPK-s, është shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian në reagimin e tij tha që përpos që e minon, domethënë reformën në drejtësi, atë që kemi punuar gjithë bashku me gjithë aktorët, ajo e minon edhe integrimin tonë në Bashkimin Evropian. Mos harrojmë që në çdo raport të Bashkimit Evropian për Kosovën që del çdo vit, edhe mbi të gjitha në çdo kurs që BE-ja ka vënë në raport me progresin tonë drejt Bashkimit Evropian, ajo thembra akilit gjithmonë ka qenë sistemi i drejtësisë, edhe vazhdon të mbetet.